2 paciente që kryenin dializë në shërbimin e hemodializës në Spitalin Amerikan dëruan jetë, dhe disa të tjerë, pacientë dhe në radhët e bluzave të bardha, kanë mbetur të lënduar si pasojë e zjarrit që shkrumboi këtë shërbim para ditën e së hënës. Fillimisht pati konfuzion informacioni për viktimat. Burimet në vendngjarje thanë se ka ndruar jetë personi që hodhi benzinë ndaj pacientit tjetër, ndërsa orë më vonë policia konfirmoi se viktimat janë 2 pacientet, Sani Esula, 55 vjeç nga Mamurasi dhe Hani Malaj nga Laçi. Ishte shërbimi zjarfikës që dha detaje se zjarri ishte qëllimshëm. Ka pas veprime nga një pacient për të dëmtuar pacientin tjetër me anë të djegjes. Mendojmë që mund të jetë përdorur lëng e djegshme benzinë. Pacienti Lefter Cani është konfliktuar me pacientin Dosaraçi. Më pas, Cani ka marrë benzinë në dhomën e zhveshjes dhe ka hedhur atë në drejtim të pacientit tjetër dhe ka vënë zjarrin. Flakët janë përhapur në mënyrë të menjëhershme, favorizuar nga lëndët që përdoren për trajtim në këtë shërbim. Mjekët e të afërmit e pacientëve kanë shkëputur nga aparatura të shtruarit në hemodializë, duke bërë që bilanci i viktimave dhe të plagosurve të mos rritet. Plagosi në radhët e bluzave të bardha dhe të pacientëve të tjerë konfirmoi edhe ministri Beqaj. 2 pacientë të dializës që janë në gjendje të qëndrueshme por të rëndë, ndërsa të tjerët janë me dëmtime shumë të lehta. Janë të dëmtuar edhe 2 infermierë që kanë qenë duke kryer aty ndihmën dhe shërbimin ndaj pacientëve. Ndërsa zonja Braho, drejtori i Fondit të Sigurimeve të Detyrueshme të Kujdesit Shëndetësor, tha se pacientët e dhomës ku ndodhi ngjarja transferuar në shërbime të tjera të Spitalit Amerikan dhe se po vijojnë aty trajtimin. Procesi është duke vijuar në spitalin tjetër, në ndërtesën tjetër që ka Spitali Amerikan, do të vazhdojë normalisht turni i dytë dhe në ditët në vijim. Ende mbetet e paqartë arsyeja e konfliktit mes pacientëve, megjithëse dëshmitarët e të afërm thonë se Lefter Cani shfaqte sjellje jo normale për shkak të gjendjes së rënduar psikologjike nga problemet sociale. Njaf si person që nuk u shoqëruar me asnjëri. Veç ngelgëm veti kështu. Nuk u shoqëruar me asnjë pacient. Veç na ke i veshum, i vetmum. S'ka qenë një djalë drejtim. Personat e lënduar dhe personat që kanë bësuar gjendje asfiksie po trajtohen në Spitalin Amerikan, mbështetur dhe nga mjek të specializuar të shërbimit djegje plastike të Qendrës Spitalore Universitare Nën Tereza dhe ata të traumës. Kjo ngjarje është një ndër më të rëndat që ndodh në sistemi shëndetësor në vend, i cili krahas mungesës së banave, së fundmi u përfshi edhe nga flakët.